Muzeu Etnografik i Elbasanit vijon të jetë objekti më tërheqës për të u vizituar nga turistët apo vizitorët nga mbar bota. Këtë herë një grup pedagogësh dhe studiuesish të huaj vizituan muzeun e qytetit. Se kjo është një vlerë kulturore, të cilat duhet të krenohet dhe Elbasani dhe Shqipëria dhe Ballkani, se këtu kemi dhe vlerat që janë të Ballkanit. Dhe një kështu objekt duhet të restaurohet, të mbahet, që gjatë të ardhshme duhet të dinë historinë dhe prejardhjen, sidomos kulturën, se këtu kemi disa gjëndjet me kulturë që nuk ekzistojnë, dhe në muzejin duhet të njihen me kulturën që ka ekzistuar. Në gjithë Ballkanin, sidomos në perandorinë otomane, është kjo mende, jo të mëro otomane dhe bizante, përpara asaj dhe romake, sigurisht. Ashtu që gjithë kjo region ka qenë një kulturë, identitetet dhe shtetet ekzistojnë, kufinë ekzistojnë 100 vjet përpara saj sigurisht nuk ka ekzistuar. Sigurisht kur ka jetuar dhe familja që ka bërë këtë shtëpinë, Sulejmani, në ato kohë është perandoria otomane dhe është një territori shumë e madhe me një kulturë pa kufi. Vizita shërbeu si një mundësi e mirë për të forcuar lidhjet kulturore dhe akademike mes institucioneve pjesëmarrëse. Yes, I came here for symposium. Nuk vizituam shumë vende sepse ishte një periudhë shumë e ngarkuar, por sot na lindi kurreshtja për vendin dhe vendosëm të shëtisim në këtë zonë. Më duket sikur kulturat tona janë shumë të ngjashme. Në fund të fundit kemi jetuar bashkë për rreth 500 vjet. Për këtë arsye ndajmë shumë gjëra. Unë kam vizituar shumë muze në vende të ndryshme përfshirë muze etnografik dhe kemi folur për to. Po, Muzeu e Elbasanit më pëlqen shumë, sepse kur ishim këtu pam shumë trashëgimi të lidhura me sufizmin dhe bektashizmin, që janë gjithashtu pjesë e përbashkët e kulturës tonë. Pedagogët u shprehen të impresionuar nga mikpritja dhe pasuria kulturore që ofron qyteti i Elbasanit, duke theksuar se kjo përvojë do të mbetet një kujtim i veçantë nga qëndrimi i tyre në Shqipëri.